Mungesa e një vendi adekuat për hedhjen e mbeturinave në rajonin e Pollogut apo papërgjegjësia e qytetarëve kanë shndruar në deponi të egra shumë vende. Sot me rastin e ditës së pastrimit, Maqedonia pa mbeturina u ndërmor një aksion pastrimi në vendin e quajtur Ura e Shushicës në Gostivar, në të cilën prezent ishin edhe Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi dhe kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Ju bëj apel të gjithë qytetarëve që të ngrisin vetëdijen për të mbajtur një ambient më të pastër kudo, sepse është pasqyrë e mirë nëse mbahet një ambient i pastër, theksoi kryetari i komunës së Gostivarit Nevzat Bejta. Kemi punuar shumë që ta bëjmë qytetin e Gostivarit sa më të pastër, prandaj bëj një apel si kryetar komune, mbas këtij aksioni që na i pastrojmë, mbeturinat e cilat ata i grumbullojnë në mënyrë private, t'i hudhin në vendin ku e kanë vendin tash për tash, derisa ta zgjedhin problemin e ndërtimit të deponisë regionale, realitet e fabrikës për riciklimin e mbeturinave, dhe atëherën do të dërgohen gjitha mbeturinat atje dhe na do ta kemi qytetin më të pastër në Maqedoni, por dhe tash na do të vazhdojmë që t'i pastrojmë gjitha ato mbeturinat të cilat i hudhin qytetarët e jo ndërgjegjshëm. Sa më shumë që të kujdesmi për pastërtinë, aq më mirë do të jetë shëndeti i qytetarëve të Gostivarit, familjeve të tyre dhe fëmijëve të tyre. Qëllimi i prezencës sime është që për së afërmi të ndjek punimet në këtë ditë në qytetin e Gostivarit. Praktikisht sot është dita e aksionit Maqedonia pa mbeturina. Dua të përshëndes kryetarin e komunës, zotin Nevzat Bejta, për angazhimin e tij për qytetin e tij të pastër, gjithashtu edhe ndërmarrjen publike, po edhe juve me prezencën tuaj dhe me angazhimin e juaj, gjithashtu kontriboni në ngritjen e vetdijes, jo vetëm të institucioneve, siç përmenda, jo vetëm institucionet edhe arsimore, fëmijët e kështu me radhë, po edhe vetdijen e çdo qytetari, ai i cili krijon mbeturina. Praktikisht gjithë së bashku të jemi të vetëdijshëm për mbrojtjen e ambientit dhe për një natyrë të pastër. Po në të njëjtin vend, në pyetjen se kur do të zgjidhet çështja e deponisë në rajonin e Pollogut, Ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Nurhan Izairi deklaroi: Problemi i zgjedhjes deponisë rajonale, siç e dini, iniciativa e më përparshme, u ndërpret tani ka iniciativë 3, e cila iniciativë merret me hartimin e planit për menaxhimin me mbeturinave dhe presim së shpejti të hartohet plani për menaxhim me mbeturina për rajonin e Pollogut dhe pastaj të shihet cila do jetë forma e dhënies me koncesion apo ndonjë formë tjetër, po studimi është ai që do e definoj se cila do jetë forma me të cilën rajoni i Pollogut do shkojë përpara.